الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falëndërimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavat dhe selamet unë dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe gjithë atyreve që pasuan dhe ndjekin rrugën e tij më të mirë deri në ditën e gjykimit. Falëndërimi qoftë Allahut Azza wa Jall i cili na rriti pasi që ishim të vegjël. Na mundësoj me pa pasi që nuk shenëm, na mundësoj të ndëgjënëm pasi që nuk ndëgjënëm, dhe na udhëzoi pasi që ishim të humbur. Vëllezër të nderuar, thot Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Që do të thot, edhe nëse përpiqni ti numëroni të mirat që Zoti u dha juve, s'do keni mundësi ti përkufizoni ato në numër. Pra s'ka mundësi me i përkufizu, me i numru, e si ka mundësi mu falendru. Dhe thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a." Që do të thëtë, Allahu unë zori prej barqeve të nënave tuaja dhe ju nuk dinit asgjë. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala u krija juve të ndëgjuarit dhe u dha të pamërit dhe u dha zemrat la'allekum tashkurun, në mënyrë që të falënderoni dhe në mënyrë që të jeni mirënjohës për të mirat që Zoti u dha juve. Allahu subhanahu wa ta'ala në këto dy ajete kuranore tregon se ka krijuar njeriu dhe e ka krijuar në formën më të bukur dhe e ka pajis me dhunti që e ka dallu për krijesa të tjera. Përveç kësaj, Allahu subhanahu wa ta'ala ja ka nënshtruar njeriu tokën dhe e ka nënshtruar këtë univers dhe këtë gjësi në shërbim të njeriut. Pra e ka nënshtruar gjësinë në shërbim ndaj njeriut i cili gjendet në tokë. Dhe pasi që Allahu subhanahu wa ta'ala krijoi njeriun dhe i krijoi kushtet e përshtatshme për të në këtë tokë, Allahu subhanahu wa ta'ala e urnoi njeriun që të mirat të cilat e ka pajisate të shfrytëzon dhe të përdor në ibadet dhe adhurim të Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe njashtu e ka ndaluar Allahu subhanahu wa ta'ala njeriun që të mirat e cilat ja ka dhënë atij të përdor në mëkate dhe gjunahe dhe në luftë ndaj Allahut dhe dinit e tij. Dhe prej të mirave madhore që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka nderuar njeriu dhe ja ka dhënë njeriu e pak e falendrojna për këtë dhunti dhe mirësi dhe begati Allahun e lartësuar, është vëllezër të nderuar dhuntia e synit. Allahu subhanahu wa ta'ala thënë Kur'an: "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Edhe në veten tuaj keni mrekulli, a nuk jeni ka shihni? Sa dhunti e madhe është syni me të cilën shohim. Rruga që sa derdhën për në xhami,
A nuk na drejtoj syni ballit për këtë vend? Dhe imagjino vllai dashur musliman sikur të privohemi në jetën e kësaj bote nga dhuntia e synit. Apo sikur Allahu subhanahu wa ta'ala të na merrte synin neve dhe të privohemi nga kjo dhunti e madhe që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka dhënë. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala na dha këtë dhunti që ne me po konstruksionin ton edhe trupin ton se si Allahu subhanahu wa ta'ala na krijoi. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Thot Allah, kemi krijuar njeriu në formën më të bukur. Dhe Allahu i lartësuar na dha këtë sy për me po krijimtarinë Allahu subhanahu wa ta'ala dhe me na ushtu imani dhe bindja në krijuesin e kësaj gjësie. Dhe me përdor këtë sy që Allahu subhanahu wa ta'ala na ka dhënë në gjërat të cilat na shtojnë imanin, e kënaqin Allahun azza wa jall dhe të njëjtën kohë me rujt nga ato gjërat të cilat çojnë haram dhe e zemrojnë dhe hirojnë Allahun subhanahu wa ta'ala. Për shkak rëndësisë të madhe që ka syni, vëllezër të nderuar, po të njëjtën kohë dhe rreziku të madh që mundet me pas, Allahu subhanahu wa ta'ala na urdhnon në Kur'an që ne ta ruajmë shikimin tonë. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Wa qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim." Thua ju besimtarve, le t'i ulin shikimet e tyre. Është për qëllim prej haramit, jo për gjërave tjera. Pra le t'i ulin shikimet e tyre, mos të shikojnë e harame. Wa yahfadhu furujahum. Dhe le t'i ruajnë deret e tyre. Ta ruajnë deret e tyre për haramit. Dhalike azka lahum. Kjo është më mirë për ta, më pastër për ta. Dhe pasi që i ka urdhëruar Allahu azza wa jall burrat, pra besimtarët, i ka urdhëruar edhe besimtarët gratë. Wa qul lil mu'minati an yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna. Dhe thua ju besimtarëve, pra grave të besimtarëve dhe vajzave të tyre, le t'i ulin shikimet e tyre. Dhe le të ruajnë derin e tyre dhe mos t'i shfaqin stolit dhe bukurit e tyre. Allahu, vëllezër të nderuar, në këtë ajet thot Ibn Qayyim rahimahullah, i urdhnon besimtarët me rujt shikimet e tyre. Nuk po thot Allahu azza wa jall, thua ju besimtarëve le t'i ruajnë shikimet e tyre dhe ndëgjimin e tyre, apo shikimin e tyre dhe gjuhën e tyre. Edhe pse këto dyja janë më afër syrit, mirë po thot le t'i ruajnë shikimet e tyre dhe organet e tyre, nderin e tyre. Për arsye se thot Ibn Qayyim rahimahullah, shikimin që ka përmend Allahu azza wa jall këtu në haram, pra që duhet të ruhet, është për qëllim se ky shikim pastaj të çon në imoralitet, të çon në zinë dhe të çon në humner. Allahu na ruaj. Prandaj nga rreziku i madh që mundet me pas shikimin e haram, vëllezër të nderuar, Allahu subhanahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i këshillon të shokët e tij, i këshillon të sahabët, i paralajmëron të ata dhe i këshillon të që të ruajnë shikimin e tyre në jetën e kësaj bote. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë po i thot Aliut radhiyallahu anhu, kujt po i thot? Atij që ka qenë i përgëzuar me xhenet, atij që ka qenë shembull në udhëtësi, atij që ka qenë shembull në ibadet, atij që ka pas dije shumë të mëdha. Po i thot: "Ja Ali, o Ali, ruaje shikimin. Dhe mos e pasosh shikimin me shikim, nga se shikimi i parë është për ty, pra s'ki me kap nëse sy të rënd spontanisht. Amo i dyti nëse pasohet, ose nëse vazhdohet, ai shikim është haram dhe është kundër teje." Dhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të nderuar, e këshilloi Aliun radhiyallahu anhu dhe sahabët e tjerë që ta ruajnë shikimin. Për arsye se, vëllezër të nderuar, aq ka ndikim shikimi haram në zemrën e robit, sa që ndikon në prishjen e zemrës tina. Edhe nëse i prishet zemra, atëherë prishen edhe gjymtyret. Për arsye se zemra është komandanti, ndërsa gjymtyret janë ushtria. Ka do që i thot komandanti generali, anë edhe shkojnë edhe gjymtyret.
anë e shkujnë edhe ushtria. Prandaj vëllezër të nderuar, sa njeriu t'i ka kushtuar një shikim që ai me humbe dhe ahiretin e tina, me humbe dhe fejnë e tina, edhe Allahu na rujt me rënë zjamin e xhenemit. Ndëgjo se çfarë rëfen Ibn Qayyim rahimahullah. Sot Ibn Qayyim rahimahullah, vëllezër të nderuar, në një kohë kur kanë po vetëzi. Pra në një kohë kur s'jen ka këtu harame që janë sot, Allahu na rujt dhe na shtopi tyne. Për një muezin, po nuk po thot për një person i cili nuk e din derën e xhamisë, po për një muezin i cili ka shërbyje xhamisë. Thot duke shku me thirrë zonën xhami. E ka po një kamxhik, një derë në aborrit krishterit qelë. Dhe e ka po një femën të bukur në aborrin e saj. Dhe ka fillu me shiku ata dhe e me shiku e këta. Dhe pastaj kjo dashurun ata dhe aja u dashurun këta. Dhe kjo dashuri ka qua deri ato sa që jenë dehë në dashuri. Edhe është detyru kjo që më shtru në spital. Edhe i kanë thonë këtina pasin që në shku me vizitu. O filan, aja është krishtere, përdërisa është fejnë e saj është në xhenem. Ndërsa ti e musliman, përdërisa jenë musliman jenë xhenet. Shikoni që ka thonë, vend që me marë këtë këshil, edhe më ju fladit zemrë e mu shëru për i saj, nga njerëzit e mirë që këshillanin. Ky thotë përdërisa aja është në qatë gjendje, edhe është në ferru në xhenem. Unë e shpalli krishterizmin duke qenë së murë në shtratin e spitalit. E ja kishte qaruar sytë e zemës para se mja qaru sytë e ballit. Kjo dashuri e vërbesuar si i ka qaruar shumë njerëz, Allahu na ruaj. Edhe pastaj dezerton prej fesë ku muezin, edhe bëhet i krishter. Edhe kur i tregojnë asaj se ai është musliman, edhe ai është në ferr, ndërsa ti je në xhenet, i thonin familja e krishtere, kësaj vajzës krishtere. Aja thotë unë e pranej islamin edhe nuk mbes në fejnë time për derisa ai është në ferr. Dhe aja pranon islamin, ndërsa kjo pranon krishterizmin, Allahu na ruaj, edhe kjo përfundon me përfundim të keq. Pra muezini i xhamis ka qenë, shiko se çka i ka bënë një shikim vëllezër të nderuar. A nuk tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an-nadhratu sahmun masmumun min sihami shejtan. Shikimi është shixhet e helmuar prej shixhetave të shejtanit. Sa njeriu e ka po një shikim haram, pastaj ka fillu me u buzëqesh ati harami, pastaj ka dho selam e ka përshëndet, e pastaj kanë fillu bisedimet, e pastaj ka ronë zinat dhe në moralitet, Allahu na ruaj. Prandaj vëllezër të nderuar, përderisa dhe jemi në stinën e pranverës, kemi hyrë në të ku ka fillu mundësej koha, dhe në vend që ne mu gëzue, që me i po këto të mirat Allah që i ka kryuar në veçanti stina e pranverës, ku e sjell gjelbrimin Allahu subhanahu wa ta'ala, në gjyra të ndryshme duke mos pas printera që ishë printojnë ana, nxjerr Allahu në gjyra të ndryshme që syni i njeriu të kënaqet, në vend që të mbulohet gjinia femrore, dhe ti tutën Allahut azza wa jall të friksohen, dhe të mos i shfaqin stolidës bukurimet e tyre. Atëherë kjo është me të vërtet një sprovë për tu dhe për besimtarët, dhe lusëm Allahun subhanahu wa ta'ala që Allahut na uzan dhe na drejton, dhe të na mundson Allahu subhanahu wa ta'ala që të kryjmë urdhëresat e tij dhe të ndalohemi nga ndalesat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum. Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Vëllezër të nderuar, e kam përmend dietarët në librat e tyre se sa njeriu një shikim i ka kushtuar që ai mos të jetë i suksesshëm në jetën e tij, që ai mos të ketë hajër dhe bereqet në jetën e tij, që ai mëkat dhe ai shikim t'i kushton atij dhe ta qenë në mëkat prej mëkateve të mëdha. Dhe sa njeriu një shikim i ka kushtuar, Allahu na ruaj që ndoshta të dezerton nga feja, siç e dëgjuam shembullin e muezinit në hyrben e parë. Dhe Allahu na ruaj, thot Allahu subhanahu wa ta'ala, khasira ad-dunya wal akhirah, e ka humb dynjan dhe ka humb ahiretin, wa dhalika huwa al-khusran al-mubin. Dhe kjo me të vërtetë është një humbje e madhe.
Kjo me të vërtetë është një fatalitet i madh që e ka shpije njeriu një shikim në xhehenem, Allahu na rujt. Prandaj Allahu subhanahu wa taala thënë Kur'an wala taqrabu zina, dhe mos ju afroni zinos, innehu kana fahishatan wa sa'a sabila, nga se është mëkat i shëmtuar edhe është rrugë shumë e keqe. Allahu subhanahu wa taala tha mos ju afroni. Kjo është më kategorike ndalueshme, për arsye se na jap me kuptues se të gjitha rrugët të cilat çojnë në zinë, të gjitha rrugët që çojnë në moralitet mos ju afro, e prej tyre është edhe shikimi. Prandaj besimtari ka shpërblim shumë të madh, se Allahu azza wa jall kur e ruan shikimin e tij nga harami, dhe Allahu subhanahu wa taala e din shikimin e gjithë secilit prej neve, e din Allahu subhanahu wa taala dhe njëtin se me çfarë njëti e këshyr, edhe e din Allahu subhanahu wa taala edhe lëvizjen e çepallave të syve ton. Prandaj të friksohemi Allahu subhanahu wa taala, nga se ka mundësi me leku i vdekjes vetëm se e ka marrë lejen për me ta marrë shpirtin në momentin që ti don me këshyr haram, e në veçanti vëllezër të nderuar në këtë kohë që jenë shtullur jetës sociale dhe mundësia shikimeve harame ka ardhur shumë lehtë nëpërmjet rrjeteve sociale, qoftë YouTube-ja, qoftë TikTok-i, qoftë Snapchat-i të ndryshme. Prandaj të friksohemi Allahu subhanahu wa taala, nga para se më orë dita, mu pendu te Allahu azza wa jall, edhe me i thonë Allahu azza wa jall, Rabbi rji'uni la'alli a'malu saliha, o Zoti im kthem edhe në dynja që të punoj vepra të mira, para se më orë një ditë kur e ka fshën njeriu dorën e vet prej zullumit apo prej dënimit që sheh përpara, prej dënimit dhe ndëshkimit që e pret në botën tjetër. Prandaj të pendohemi në këtë botë prej shikimeve haram dhe prej çdo harami që kemi vepruar, me shpresë se Allahu më na pranu pendimin dhe më na ruajt Allahu subhanahu wa taala. Dhe për fund vëllezër të nderuar, mos haro se ajo që ti mashtron shejtani për me kthyer në haram, si të duket ty nëse dikush e kthyer nënën tënde, ose kthyer bashortën tënde, ose kthyer vajzën tënde, ose kthyer motrën tënde, ose kthyer të afërmin tan, si të duket tyje. Prandaj nëse ty të duket kjo rënd dhe krim, atëherë mos ja lehtëso vetes që ti të shikosh në haram. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.